klinikën universitare është puna. Për dallim nga të rriturit, shenjat e infeksioneve të traktit urinar të fëmijët paraqiten mjaft të larmishme e shpesh atipike. Pediatre Valbona Nushi, duke folur për infeksionet të fëmijët, vuri theksin sidomos të Escherichia coli, si një infeksion i shpesht, por gjithmonë duhet të dihet pse po ndodh. Kur del Escherichia coli, më stuti. Escherichia coli është në 95% të fëmijëve të rriturve. Do infeksioni më i shpeshti, Escherichia coli, më stuti, është infeksion që shërohet. Veç duhet mi ditë pse për ndodh, duhet mi gjithë shkakun, që tash me atutje duhet asë sharoj. Mirë po, në që se del në tjetër mikrob, për shemëll, del infekcione dalin me Klebsiella, me Proteus, Enterobacter, pastaj dalin këto Pseudomonas, atër është qëtësuse. Në ato raste duhet të mendojmë se po kemi të bëjmë me një infekcion urinar që është jo tipik. Gjithmonë infekcionet urinare që janë jo tipike, ato duhen të trajtohen në mënyrë me ekzaminime më të thella, në mënyrë që të zbulohet se duhet të jetë një anomali aty te trakti urinar që po na bën infekcionet jo tipike. Referuar doktoreshës, simptomatologjia e këtij infekcioni të fëmijët është ndryshme, por nëse nuk shërohet brenda një periudhe të caktuar, atëherë rasti duhet studiuar më hollësisht. Nëse një Escherichia coli nuk shërohet për 48 orë, do të thotë simptomatologjia, që mundet me konë urinimi shpesht, mundet me konë djegje të urinu, mundet mu lakmes me majtë urinën, mundet me pas dhimbje gjatë urinimit, dhimbje të shpinës, të barkët, fundit barkët, urinimi tërbëlt, urinimi me erë, do më thonë temperatura lartë, edhe në qoftë se qëto simptome që i përmendëm, me fillim të antibiotikot, për 48 orë nuk shërohen, atër shqetësuese është. Atër po që duhet më hullumtu për shka ka ndodhë dhe pse nuk u shëru. O të zbulot në anomali që ndoshta fshetë dhe me Escherichia coli, pa tjetër që ka dhe asi raste, po o të zbulot arsyeja tjetër që mund më konë vishpërhit e këqia, ndoshta që nuk përmirësohet situata, ose disfunksioni fshikës urinare, ose problematika të cilat mund të jenë të paraqitshme të infekcionet urinare. Sidomos në qoftë se kemi infekcionet urinare të paraqitshme. E kur është fjala nëse këto infeksione në moshën shkollore janë më të shpeshta të djemtë ose vajzat, doktoresha nefrologe ka edhe një përgjigje. Infekcionet e urinës, është veç pak si ma karakteristike ti përmendi, te moshat për shembull te bebet e vogla si të lindin, te djemt i kemi igim ma shpesh, për shkak të asaj fimozës fiziologjike që e kanë. Te vajzat tek mas fillimi, do më mas 6-7 muaj fillojnë e bëhen ma të shpeshta. Mandej, përsëri edhe të djemt fillojnë bëhen përmirësohen, do të thonë qetësohen pak infeksionet, nuk janë shpeshta, po te mosha shkollore fillojnë të djemt rrit, ndoshta deri në 5%, te vajzat deri në 7%. Do të thotë nuk është një shpeshti shumë e madhe, por sigurisht që rritet, incidenca aty në gjetjet rriten ma shumë te këto mosha. Te vajzat janë pak ma të shpeshta, tu pas parasysh se kemi atë vulven edhe kanali urinës me kanalin e nevojës madhe në qaq afër njëri tjetrit. Që është anatomike. Është anatomike, është normale, edhe për qatë arsye edhe në pak ma shpesh i presim infekcionet të këto moshat e vajzat. Diagnoza e infeksioneve të traktit urinar është shumë e rëndësi. Ajo duhet të vërtetohet përmes testit të quajtur urinokultur. Njëherët është shumë e rëndësishme për të vërtetuar nëse fëmia ka infeksion dhe cila baktere është shkaktare. Kështu mund të përshkruhet sakt antibiotiku përkatës dhe sasia e lëngjeve që fëmia duhet të marrë. Se rreziku të refluksi është që prej qesës urinës mikrobet lirisht kalojnë deri tek veshka.